Forcat ditare amerikane dhe në krye aeroplanmbajtëse gjigante USS Gerald R. Ford kanë mbërritur në Karaibe, kanë konfirmuar zyrtarisht Marina e Shteteve të Bashkuara. Ky zhvillim bie pas urdhrit të dhënë muajin e kaluar nga presidenti Donald Trump për të dislokuar grupin sulmues në rajon si pjesë e një operacioni të gjuar kundër trafikut ndërkombëtar të drogës. Sipas njoftimit të Pentagonit, grupi i sulmit përfshin përveç aeroplanmbajtësve Ford dhe destroyers me raketa, anije të tjera lufte si dhe më shumë se 4.000 trupa dhe 10 avion luftarak. Forca është vendosur nën komandën e Komandës Jugore Amerikane, e cila mbikëqyr rajonin e Amerikës Latine dhe Karaibeve. Marina amerikane ka njoftuar që nga fillimi i misionit janë kryer të paktën 19 sulme ndaj anijeve të dyshuara për trafik droge në Karaibe dhe në pajësorin lindor ku kanë humbur jetën 76 persona. Dislokimi i kësaj force ka shkaktuar reagime të ashpra në rajon. Presidenti i Venezuelës Nicolás Maduro ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për provokim të qëllimshëm dhe përpjekje për të rrëzuar qeverinë e të majtë të socialiste të vendit. Zyrtar të lartë venezuelianë kanë cilësuar praninë e flotës amerikane si një kërcënim të drejtpërdrejtë ndaj sovranitetit kombëtar. Nga ana tjetër, tensionet janë rritur dhe në Kolumbi pas komenteve fyese të Donald Trump ndaj presidentit kolumbian Gustavo Petro, të cilin e quajti një bandit dhe një djalë të keq. Në reagim, Petro urdhëroi pezullimin e bashkëpunimit të inteligjencës me agjencitë amerikane derisa, siç tha ai, sulmet arbitrare në Karaibe të marrin fund. Sipas analizëve të sigurisë, ky është dislokimi më i madh i forcave amerikane në dhe përreth Amerikës Latine në dekadat e fundit, që përfshin gjithashtu një nëndese me energji bërthamore, mira trupa toksore dhe avion ushtarak në bazë në Puerto Rico. Ekspertët paralajmërojnë se prania e shtuar ushtarake në ujërat e Karaibeve mund të përshkallëzojë tensionet rajonale në një kohë kur marrëdhëniet midis Washingtonit dhe disa qeverive të Amerikës Latine janë në nivelin më të ulët të viteve të fundit.